Do të flasim tani edhe për forumin e biznesit që zhvillohet ditën e premte mes Shqipërisë dhe Turqisë, ku marrin pjesë rreth 1500 persona, nga cilët rreth 660 janë sipërmarrës nga Turqia, 80 kompani janë me kapital përbashkët, por njëkohësisht edhe përfaqësues të qeverive të organizatave. I pranishëm njëkohësisht do të jetë kryeministri Edi Rama dhe zëvendës presidenti i Turqisë. Ne më gjërësisht në lidhje me rëndësinë e këtij forumi do diskutojmë me zotin Sokol Brahaj, gazetar sipërmarrës në Turqi. Zoti Brahaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atëherë, sikur se tham, bëhet fjalë ditën e nesërme për një forum i përmasave shumë të mëdha. Si e cilësoni fillimisht dhe a thekson ky forum i këtyre përmasave rëndësinë e thellimit bashkëpunimit midis ekonomisë turke dhe asaj shqiptare? Apo në fakt bashkëpunimi në shumë aspekte, në shumë strategji, në shumë pjesë të sektoreve të ndryshëm të ekonomisë kanë qenë dhe janë me Turqi, por me sa e shoh unë, nuk janë në nivelin e duhur. Pra ai motor i shtyt si prodhimtari, si fabrikimit të Turqisë, ende nuk ka ardhur domethënë në tokat e Shqipërisë apo në thevat shqiptare, por më shumë është si tip tregtiet e që bën Turqia deri tani në Shqipëri, por besoj që normal që duhet edhe koha vetë, sepse edhe ne vetë duhet të afrojmë, si shtet Shqipëria duhet të afrojë biznesmenit, investitorët të huaj, qoftë turk apo të huaj, duhet të afrojë disa kushte që me të vërtetë duhet ta tërheqë, dhe këto nuk kanë qenë kurrë nga shteti shqiptar në fakt 25 vitet e fundit, por gjithsesi është i rëndësishëm dhe forumet e tjera janë të rëndësishëm, se mos harrojmë domethënë në këtë forum do të marrin edhe vetë pjesë ish ministri i biznesit, ekonomisë të Turqisë për vite me radhë, shok i ngushtë i president Erdogan, një ndër miliarderat e Turqisë mund ta quaj unë, dhe tash është zëvendës presidenti i Republikës së Turqisë, Cevdet Yilmazi, që me të vërtetë aty ku ka drejtuar ai, qoftë në ana ekonomike e familjes së tij apo edhe vetë si biznesmen dhe si politikan, ka treguar sukses. Po ashtu edhe vetë zoti Rama dhe atje, dhe nga Turqia kemi firma, në fakt këtë radhë kemi firma ku me sa i kam pa domethënë ata që do marrin pjesë ditën e nesërme në Tiranë, kemi mbi 20% kemi firma serioze të Turqisë, pavarësisht se të gjithë numër nuk është se do të jenë mega kompani të mëdha, por të paktën 20 deri 30% janë kompani serioze, të cilat e kanë vërtetuar vetën e saj dhe suksesin e saj, jo vetëm në Turqi, por në shumë vende dhe pikës në ato sektore që mbajnë ato 4 pikat që do të trajtohen domethënë nesër, në energjetik, në turizëm, në të tjera, në bujqësi e blegtori, dhe këto firma kanë treguar vetën e vetë që nga shkretëtirat e Saharas deri në Rusi, që nga Afrika e Jugut dhe në shumë vendet e Ballkanit. Dhe për këtë janë shumë të rëndësishme të paktën 1-2-3% të tyre, nëse do të arrisin të bëjnë disa projekte për Shqipërinë, me të vërtetë që për 24 muaj apo 36 muaj i japin hovë shumë sektoreve të cilat ata kanë potencial. Por këto forumet e tilla janë shumë të rëndësishëm, janë shumë domethënës, në të njëjtën kohë, por edhe të njëjtën kohë duhet kuptuar që me të vërtetë tash po vi miliarda investime turke. Në forumet e tilla nuk duhet harruar që janë shumë pozitive edhe për njohjen e vetë biznesmeneve në sektore të ndryshme, po ashtu edhe shtytse, domethënë lokomotiva politike nëse i shtyn të bashkëpunime apo të investime është, për qoftë në Shqipëri, por edhe qoftë në Turqi, edhe pse në retorikë kemi domethënë kërkojmë investitorë të huaj, në fakt burokracia për investimet të huaj le të dëshiruar qoftë në Tiranë, por edhe në Turqi i njëjti problem. Duket sikur është, por normalisht nëse politikanët dëshirojnë të mijanojnë burokracitë, e kanë në dorë dhe mund t'ja arrisin gjërat e tij. Gjithsesi, Sokol, si është perceptimi i biznesmenëve të Turqisë në lidhje me ekonominë shqiptare? Shikojnë potencial, sepse shpeshherë vendet e vogla, pavarësisht të gjitha problemeve që ju përmendët, vendet e vogla shikojnë disi me skepticizëm, pikërisht për faktin që janë tregje të vogla, por shpeshherë Shqipëria është përgëzuar për pozicionin gjeografik, klimën që ka, pra mundësit janë përtej vendit tonë. Po, në fakt jemi vend i vogël, por jemi shumë të mëdhenj. Vend shumë i vogël, por jemi shumë të mëdhenj. Nëse shohim thjesht vetëm nga raportet Turqi-Shqipëri, duhet kuptuar kjo që Turqia
nuk është një vend që nuk ka viza, sidomos me Bashkimin Evropian, dhe tregu i Bashkimit Evropian, i shteteve të Bashkimit Evropian, për Turqinë është, edhe pse është i pari në biznesin në marrëdhëniet turke-Bashkimit Evropian, përsëri është shumë i vështirë, kurse nga Shqipëria biznesi, domethënë tregtia me BE-n është shumë më e lehtë, ku me të vërtetë që në shumë forumet e tilla unë kam pas shansin të shprehem qoftë qeverisë tonë, apo edhe të Kosovës, apo edhe të Turqisë, që me të vërtetë do shihet duke të pasur çdo gjë vetëm thjesht nga investimi dhe nga ajo, apo nga vendi i vogël apo i madh, se çdo lloj biznesit ka, domethënë, prioritetin e tij, dhe mos harrojmë që Shqipëria, nëse të kemi për shembull vetëm thjesht në turizëm, edhe pse e gjithë Ballkani, jo vetëm Shqipëria, por nuk mund ta krahasojmë vetëm me Antalya e Turqisë, por gjithsesi nëse bëhet investim strategjik dhe bëhet investim në një prioritet, mund ta quajmë europian, dhe apat gjatë, me të vërtetë që nuk do të kemi kundërshtar, domethënë, për turizmin e detit, të paktën për dekada me radhë, por kjo mungon, domethënë, nga vetë qeveria jo, pra nga Tirana këtë mangësi e kemi, sepse projektet afatgjate, siç e dini, domethënë, e dini më mirë se sa unë, është burri i filan ministres, atjetri, dhe këto ndikojnë. Por për turqit, për investitorët, turqit nuk është pazar i vogël, nuk është treg i vogël Shqipëria, por nuk është në atë gradën që me të vërtet është i lirshëm të investojë, për shembull, sikur shkon një turk dhe investon për shembull në Maltezi. Maltezi është një qytet i joni, por gjithsesi shteti i afron ty ato gjëra, kurse Shqipëria deri tani nuk ja ka afruar, por me sa duket, domethënë. Me sa duket po ndryshon. Marrëdhëniet sidomos personale dhe sidomos ajo bashkëpunimi i AIDA-s dhe ajo shoqata turke që është Nusiadi i Tiranës. Ajo është Nusiat është totalisht, do të thënë, biznesmen të presidentit Erdogan, janë musliman të gjithë ata, nuk është, domethënë, një që dëgjon apo dëgjon presidentin, dhe punon në urdhrat e presidentit Erdogan, dhe ato kanë kërkesa tashmë edhe nga Edi Rama, por edhe nga presidentit, dhe vetë njohja dhe miqësia dhe shoqëria mes presidentit Erdogan dhe zotit Rama, kjo tregon që disa burokracia do t'i heqin, dhe besohet, faktin, unë kam marrë informacionet që do të jetë një restart, domethënë që nuk ka qenë të 30 vitet e fundit në marrëdhëniet e biznesit dhe investimit me Turqi-Shqipëri, por se sa do të arritet normalisht që do ta shohim, por një tjetër gjë që do të them për këtë pikë, normalisht që biznesi do të pas atë klimën e vet, do të pas atë rahatinë e vet dhe thithjen magnetike të vetën, por normalisht do të harrosh që jemi Ballkan dhe ne edhe biznesin na hec nga politika, dhe politika na hec nga biznesi, domethënë i ngatrojmë shumë gjëra, por janë të ndërlidhura ose ndërlidhen. Janë të ndërlidhura. Po. Ndërkohë, zoti Braj, njëkohësisht përveç këtij forumi që zhvillohet nesër dhe pranisë bizneseve turke në Shqipëri, vjet re një prezencë gjithmonë e në rritje e bizneseve turke në thuajse në të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Paralelisht me sjelljen e investimeve kapitale në këto vende, përkthehet kjo njëkohësisht edhe në siguri në aspektin gjeopolitik? Tashmë edhe kjo shifet nga ana marrëdhënie ndërkombëtare, kështu thotë, herë hapet, si thënë asaj, pushtohet një vend me ekonominë, marrëdhënie biznesi, tregti e tjera, pastaj si edhe sigurinë rajonale apo kontinentale apo një mes të shteteve, por normalisht kanë ndikim në njëra tjetrin, kanë patjetër, por nuk do të harruar kjo që Ballkani perëndimor, që pra i Ballkani që nuk është në BE dhe Turqia që nuk është në BE, do të thënë që me të vërtet pavarësisht se në të gjithë median tona apo në të gjithë qeveritë tona bëhet fjalë për jo luftë apo jo do të bëjmë ashtu, do të bëhet kështu, do të bëhet ashtu, por nuk do të harrojmë që ne jemi në NATO, pra vetëm Kosovën nuk e kemi në NATO atë, dhe nuk pritet një destabilizim i tillë në Ballkan, vetëm politikë bërësi qoftë të Tiranës, Beogradit, apo të Prishtinës, apo të tjerë, domethënë përfitojnë nga kjo, domethënë përfitojnë nga propagandat e tilla, por kush do luftojë? Do luftojë serbët tani me Kosovën, do na luftojë serbët neve apo Greku, Shqipërinë apo Shqipëria, Malezia apo tjetër pa mundur. Kemi stabilitetin dhe duhet parë përpara, domethënë jemi tashmë, nuk jemi në BE ende, por qoftë ana ekonomike, investimit, drejtimit të shtetit, të demokracisë, fjalës së lirë, të gjitha gjërat që si mbledhin,
Gjitha ne do të me u bërë tani europian, dhe Europa kërkon nga ne që bërnu më tani europian, jo vetëm për shqiptarët, në për pjesën tjetër që nuk është në ashtu dhe siguria, domethënë investimet ekonomike në Ballkan nuk sjellin siguri sepse ne sigurinë e kemi. Domethënë sigurinë nuk e kemi në mend, por në realitet e kemi sigurinë sepse nuk i intereson askujt që të kemi probleme, domethënë Serbi, Kosovë apo Kosovë, Maqedoni, Shqipëri apo Greqi ashtu. Dhe kjo duhet harruar dhe kjo duhet mjanuar, domethënë këtë nuk duhet t'ia lejojë edhe populli vet apo edhe biznesmen nuk duhet t'ia lejojë politikë bërësve, domethënë të na flasin gjithmonë për luftë. Sepse ne e dimë që Serbia vetëm kështu ka mbijetuar dhe mbijeton, por nuk mund të shkojmë të gjithë një budallës mbrapa. Pra, të gjithë të tjerë do të drejtohen atje ku kemi vendin prapë. Bashkimi Evropian në mentalitet dhe në ekonomi dhe pavarësisht se ekonomia dhe sjell lirinë dhe liria sjell ekonominë, patjetër dhe sjell siguri, por duhet të kuptuar domethënë këtë tjetër në sistemin e Brukselit dhe jo me hamendësitë tona që kemi, domethënë ne jemi bjas pak arkaik me fani, domethënë mendojmë në vitet para 90-s, pas 90-s, kanë marruar të gjëra, do të shohim përpara për në Bashkimin Evropian dhe kjo e tregon. Kurse përpyetjen domethënë dy fjalë shkurt është që Turqia ka interesin më të madh të investojë në Ballkan se sa Ballkani ka interes të investojë në Turqi, sepse siç e thash, domethënë edhe kostoja e logjistikës një malli që një produkti që prodhohet dikun në Shqipëri apo dikun në Ballkan është shumë më e lirë se të shkojnë në një vend në një kryeqytet apo në një qytet të Europës se sa të shkojnë nga Antalya apo nga Ankaraja apo nga Izmiri dhe Stambolli. Kjo nuk duhet harruar, por vetëm nëse nuk i afrojmë atë për investime që mund të prodhojnë, domethënë punësime në Shqipëri dhe jo si andejmë tani, domethënë që kemi më mira kompani, jo vetëm turke, por edhe të tjera, kurse ne shqiptarët e rinia jonë çdo ditë më shumë braktisim atë dëmse se nuk e kemi një punë, domethënë që na jep një rrok për të jetuar, për shembull në Tiranë apo në Vlorë apo në Shkodër. Kur ka interesa ekonomik, kur ka njëkohësisht mirëqenie, pak kujt i shkon mendja për të krijuar konflikte. Gjithsesi të rikthehemi tek forumi Sokol. Në këndvështrimin tuaj, duke njohur realitetin turk, duke njohur edhe bizneset turke, por duke njohur njëkohësisht edhe realitetin e Shqipërisë dhe potencialet që ka ekonomia jonë. Ju e thatë dhe sektorët kryesor janë përmbledhur ku do të diskutohen ndërtimi, turizmi, teknologjia, informacionit, bujqësia dhe sektor tjerë. Por në mendimin tuaj, cilët sektor janë me potencial në Shqipëri dhe cilët mendon se do të preferohen nga investitorët turqë? Në fakt, investitorët turk domethënë kemi dy investitorë turk, ata që vinë me hap një dyqan atje, ose një gjatë vogël, domethënë një punishtë shumë të vogël, kalimtar për të tregtuar në Europë, apo qoftë në pazarin në tregun e Shqipërisë. Që nuk është se kanë ndonjë ndikim të madh në ekonomi. Ky profil. Jo, fare, nuk kanë, domethënë ndikim, ka një 2-3 punonjës e tjerë, domethënë është tregtia, nuk është investim për të shtuar një TVSH për Shqipërinë apo për domethënë për ekonominë shqiptare. Kurse ata që janë këto kompanitë që me të vërtet prodhojnë diçka qoftë për konsum të mrenshëm të Shqipërisë, por në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian dhe këtu më sa duket, domethënë ata që janë të interesuar, që kanë qenë në fakt prej vite, por që nuk e kanë arritur në dëshirëshmërinë e tyre ose në pritshmëritë e tyre, janë investimin në turizëm. Në turizëm, investimi turk po të thuash që ka një sukses jo thjesht vetëm në Turqi, por që në kontinent dhe në botë, sidomos dekadat e fundit turizmi, investimet në turizmin turk janë primare, po të thuash në shumë vendet e botës që ndiqen me lakmi, domethënë aq mirë kanë bërë këtë, kurse nëse shohim se sa kanë investuar në Shqipëri, qoftë në turizmin veror, por edhe nëse dalim në Alpet e shqiptare apo në Kosovë, domethënë në turizmin janë minimale, ose thuajse zero. Po, domethënë, unë zero, domethënë nuk njeh një kompani turke që këtu, domethënë, kam edhe shokë miq nga ato që ka investuar në Shqipëri për shembull. Mund përshtatet se modeli biznesit turk në turizëm edhe në Shqipëri, sepse ne për fat keq sipërfaqet që i ka Turqia në vijën bregdetare, zor t'i gjejmë. Një gjë, nuk është vija bregdetare e madhe që t'jep ty me bërë këtë sistemin all inclusive, domethënë që me mbet kënaqur me ta avionat ka gjithë bota direkt. Pavarësisht se fitimet tek ato mund të jetë i pak, por është ai reklami që vite me radhë, pastaj vjen duke u rritur në shumë bëri edhe Antalya, domethënë nëse u kujtohet para 10-15 vite vishte me 300-400 euro me
me avionin me gjitha për një javë me hangër me pi, për shembull, në Antalya, ku se sa dihen çmimin, domethënë sot janë kretia sepse do ta thithësh atë. Po do ta thithësh klientit të bësh reklamë dhe është reklama më kryesore, se normalisht që do të kesh hotel që bën 5.000 euro nata, por do të kesh hotel që bën 50 euro nata, sepse nuk do të vinë të gjithë me 5.000 euro për natë, apo të gjithë me 50 euro për natë. Dhe kjo Turqia ka arritur ta bëjë. Po ne kemi Rivierën, edhe biles unë e shoh Rivierën shqiptare që nga Velipoja deri në Ksamilje kemi edhe shumë më të bukur se Turqia, kemi mundësitë edhe shumë më të bukur, kemi sa të duash me ta pa hejt, domethënë duke hequr atë durrësit tash s'kemi çfarë të ngrejmë atje, por nëse i verejmë investimet strategjike të turizmit me Turqi, të gjitha janë bërë në Gjiren, në një copë, domethënë që derisa është ndërtuar ato hotelet gjigante, ata kanë qenë domethënë vend të shkreta. Pra, është shumë, kemi vend sa të duash, po patjetër, kemi vend sa të duash që të bëjmë vende ashtu dhe i përshtatim të turizmit, domethënë turk, qoftë nga kultura, qoftë nga vetë gjeografia, domethënë produktet e Shqipërisë janë produktet domethënë që bëhen këtë gjeografi, pastaj bananët normalisht që do t'i marrim nga matan, por kemi dhe turizme domethënë të mëdha, qoftë me fitime jo shumë të mëdha për ekonominë shqiptare, all inclusive dhe sistemet e tilla, gjithsesi ata ndihmojnë dhe janë motor për shumë ekonomi pjesëtar, domethënë që nga bujku, që ai që rrit domaten, ai tjetri që bën bjenutin, dhe të gjitha janë domethënë një lokomotivë e vogël, por që me vite ajo bën atë bumin e madh në ekonomi, ku Turqia e dihet që gati 30% të ardhurave vjetore që ka 400 sa miliardë euro domethënë fitime nga eksportet atë, po thua se nga turizmi dhe investimet janë. Pra Shqipëria ka vendin për të investuar dhe Turqit nëse afrohen me të vërtet ashtu sikur Turqia ja ka pas afruar të tjerëve, rusëve, arabëve, anglezëve, italianëve, se nuk janë të gjitha hotelet turke në Antalya apo në vende të tjera, janë edhe të huaja, sikur ja ka afruar domethënë atë mundësi, jo thjesht investitor strategjik me fjalë, por realisht domethënë, atëherë bëhet fjalë që një hotel të ketë mbi 2000 punonjës, dhe kjo është llogarit domethënë për Shqipërinë. A do të kemi nevojë për shembull rinia jon apo dhe njerëzit e moshës e mesme që të hikun jashtë shtetit për të fituar një roku atje duke punuar 3-4 muaj apo 5 muaj sa mund zgjasë sezoni veror në hotelet tona, të fitojnë rroga shumë të majme siç fitojnë në Turqi dhe ata që ngelen 5-6 muaj tjera pushojnë edhe më shumë në shtëpinë e vet. Zoti Braj, ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Do të shohim patjetër suksesin e forumit ditën e nesërme. Faleminderit. Gjithashtu faleminderit, ishte kënaqësi.